Sheni sot vetëm skenat brenda kuvendit Kosovës dhe keni parasysh se për çfarë Kosove po flasin. A janë nevojat që i ka njerëz ky polarizim që e ka përquar lëvizja vetëvendosja, apo është mirëqenia, stagnimi, çmimet, varfërimi, të rit që sot duhet ta shohim perspektivën në Shtetet Bashkimit Evropian. Shini dhënat e fundit të organizatave ndërkombëtare, Kosova sot është para një zbrazje totale dhe ne do ta shohim sa po të na shkojnë bashkëdhetarët të kthehen në vendet e tyre ku ata jetojnë, do ta vrejmë këtë zbrazje të shtetit sepse qytetarët sot në një shtet që nuk njeh, me një kas politike që s'njeh kushtetutë, që s'njeh ligj, që polarizon, që nuk njeh bashkëpunimin. Merreni me mend Partia Demokratike e Kosovës në vitin 2017 i ka dhënë LDK-s pozitën e kryeministrit, duke qenë parti fituese. Po të shkonim ne me egon që sot e ka Albin Kurti, ku do të ndodhej sot Kosova? Pra, brenda qeverisë të tij në mandatin e kaluar ka ministra të cilët kanë vetëm një deputet të zgjedhur në kuvend, pra kanë fuqi politike, një deputet dhe po ashtu kanë një ministër. E sot Albin Kurtit kur i duhet ta ndaje, ta